pyetjen e juve direkt. Nuk e kam të qartë pse duhet thirrë asociacioni komunave protest për buxhet apo arsye të cilat i kanë cek ata. Në qoftë se marrim e analizojmë buxhetin, unë këtu veç i kam marrë disa shifra sa për sqarim për ju dhe për qytetarët. E para nuk do dalë, edhe nuk e mbështes protestën. Qytetarët e Republikës Kosovës në zgjedhjet lokale në nivelin politik jenë përcaktuar për platformat udhëheqëse në komunat përkatëse. Andaj, nuk është roli i asociacionit të komunave që të përzihet në çështje të përgjithshme në nivel qendror atje. Nuk mundem na me bërë gatën e dikujt tjetër për hesape politike që kryetarët e komunave të shfrytëzohen për interesa të caktuara dhe për politika të caktuara. Andaj, unë edhe pe këto, pe studios ju bëj thirrje gjithë kryetarëve të komunave që ta luajnë rolin e vet për cilin e kanë marrë votën e qytetarëve. T'ju shërbejnë qytetarëve të vet secili dhe të merren me çështjet lokale për cilat na jemi thirrur edhe me ligj. E para. Sa i përket buxhetit, nëse dia jeni duke më dëgjuar, po ka pengesa në Po, patjetër, ne jemi duke ju dëgjuar zotri Përbreza. Sa i përket buxhetit, pasi që më e dhash konfirmimin se do të marr pjesë në këtë intervistë, unë vetëm bëra një analizë të thjeshtë të investimeve kapitale për disa prej komunave. Rrjedhimisht del kështu. Në investime kapitale, për marrëm shembull komunën e Istogut. Komuna e Istogut ka rritje të buxhetit për investime kapitale 18%. Apo me kthy në vlerë monetare i vjen 660.000 euro më tepër për vitin 2027. Peja ka rritje për 10%. Podujeva, e cila udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje, ka rënje për 1.7% të investimeve kapitale.